Horoskopi ditor e diel 30 mars 2025. Dashi, dita e sotme do jetë më pozitive, sot për ata që janë në një lidhje. Do respektoni mendimin e tjetrit dhe do bashkëpunoni për gjithçka së bashku. Beqarët ka gjasa të fillojnë një histori dashurie të qetë dhe të fshehtë. E rëndësishme është që ata vetë do ndihen të plotësuar. Sektori i financave do jetë më i privilegjuar se kurrë më parë. Do ndiheni shumë më mirë. Demi, nuk do ketë as pak tension dhe debate sot në jetën tuaj në çift. Merrni gjërat si t'ju vinë dhe do ndiheni për mrekulli. Beqarët do kenë flirtime pafund dhe aventura kalimtare. Ata që dëshirojnë histori dashurie serioze, duhet ende të presin edhe pak. Për financat, gjithçka është e mundur. Ose do keni përmirësime të menjëhershme, ose do rënoheni tërësisht. Pinjakët, dita e sotme do jetë plot diell për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do ndjeni të lumtur pranë atij që dashuroni dhe dëshironi të mos ndaheni asnjë çast prej tij. Beqarët do jenë entuziastë dhe të gatshëm të bëjnë ndonjë çmenduri të vogël. Do gjeni persona me të cilët do ju përputhen mendimet. Në planin financiar nuk duhet absolutisht të nxitoheni, nëse nuk doni probleme. Nga porja, ditë mjaft euforike kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do merrni vesh edhe me shikime me partnerin tuaj dhe do planifikoni të ardhmen. Jeta intime gjithashtu do marrë më tepër rëndësi. Beqarët do flirtojnë gjithkohës dhe do jenë të sjellshëm me persona të rreth rrotull. Në mbrëmje mund të ketë edhe ftesa. Në planin financiar mos bëni çmenduri, sepse do vuani pasojat. Luani, ju pret një ditë e mrekullueshme sot juve që jeni në një lidhje. Do i harroni një herë mirë të gjitha problemet që keni pasur dhe do mendoni vetëm për ato që do vinë. Mund të merren edhe vendime sot. Beqarët do kalojnë një ditë tërësisht të qetë dhe pa gjëra për të veçuar. Në planin financiar, situata do jetë e qëndrueshme, po shpenzuat me maturi. Virgjëresha, ditë e konstraktuar dhe pa qëndrueshme kjo e sotme për të dashuruarit. Asgjë nuk do shkojë ashtu si ju e keni dëshiruar. Bëni durim dhe mos bini në pesimizëm. Beqarët do mbyllen në vetvete dhe nuk do preferojnë as pak të dëgjojnë për dashurinë. Financat fatmirësisht do i menaxhoni me kujdes dhe nuk do ketë asnjë problem. Peshorja, Venusi do jeti pozicionuar keq sot në jetën tuaj në çift dhe do sjellë debate të shumta mes jush dhe partnerit. Asnjëri prej jush nuk do lëshoj pe. Beqarët do kenë mundësi me shumicë të nisin një histori dashurie serioze, por duhet të bëjnë zgjedhjen e duhur. Në planin financiar do ju dalin probleme të vogla, të cilat duhet i rregulloni sa më parë. Akrepi, partneri do ju mbajë në pëllëm të dorës gjatë kësaj dite dhe ju do ndiheni më të lumtur se kurrë më parë. Do flisni për çdo temë me të. Beqarët do afrohen mjaft me dikë të cilin dikur e shanin dhe as që mendonin se mund ta kishin kaq të afërt. Financat do jenë të turbullta, prandaj duhet shmangur çdo lloj shpenzimi apo çdo huadhënie. Kujdes. Shigjetari, bashkëpunim, mirëqenia dhe komunikim. Këto do jenë fjalët kyçe që do simbolizojnë jetën tuaj në çift sot. Gjithçka do shkojë ashtu si ju e kishit dëshiruar në çift. Beqarëve do ju duhet shumë kohë që të mendohen të bëjnë zgjedhjen e duhur. Për problemet financiare mund të flisni vetëm me specialistët ose me miq që marrin vesh nga kjo fushë.
Britsjapi. Nuk do jetë një ditë e lehtë për të kaluar kjo e sotme, kështu që të regoni të kujdesshëm kur të flisni për diçka me partnerin. Ai mund t'ju bëjë kritika të cilat nuk do ju pëlqejnë. Beqarët do gjejnë në mesditë personin e tyre ideal. Financat nuk do jenë problematike, megjithatë ju duhet të shmangni çdo lloj shpenzimi të tepruar. Ujori. Debatet në çift do fillojnë të paksohen sot dhe ju do jeni disi më të kthjellët. Mundohuni nga ana tjetër të ndryshoni paksa rutinën dhe të bëni diçka më ndryshe se zakonisht. Beqarëve do ju ndryshojë shpesh humori dhe as vetë nuk do e dinë çfarë do duan. Me pak durim dhe këmbgulje mund të arrini të stabilizoni edhe financat. Peshqit. Partneri juaj do jetë më me fat sot, sepse ju do ta bëni ditën edhe më të bukur. Do surprizoni atë në çdo moment dhe do ndiheni edhe vetë më të gëzuar. Beqarët nuk do kenë fat në dashuri, edhe pse nuk do ndalen së kërkuari atë. Në planin financiar, vështirësitë do jenë më të mëdha se kurrë më parë. Shmangni çdo lloj shpenzimi të tejskajshëm.